Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe unë dua sot të flasim për vëllezërit dhe motrat, për të afërmit tanë, shokët tanë, të cilët e vuajnë dënimin në një qeli, dhe për familjarët e tyre. Titulli i mesazhit për sot është Shpresa nuk është e dënuar me burgim të përjetshëm. Ka njerëz sot që dëgjojnë radio nga një qeli. Ka familje që e presin lajmin e një ligji për amnistin nga celulari, ose dëgjojnë këtë mesazh nga celulari. Presin lajmin e një firme ose të një vendimi nga parlamenti. Prandaj, le të ulim të gjithë kokat dhe të vim në prezencën e Zotit duke u lutur për vëllezërit dhe motra që vuajnë dënimin dhe për familjarët e tyre. Zoti i dashur, ne vim në prezencën tënde këtë mëngjes duke sjell të gjitha ata që janë të dënuar dhe vuajnë dënimin në një qeli në burg. Ne lutemi dhe për familjarët e tyre, të cilët janë të lodhur nga pritja dhe ankthi. Ne i sjellim përpara Teje në fronin tënd të shenjtë, o Zot, përpara altarit tënd. Ne duam, o Zot Jezus, të shikosh lotët e tyre. Shiko zemrat e tyre të rënduara nga faji, nga mëkati dhe nga turpi, nga frika dhe nga pasiguria. O atë, tregoju se nuk janë të haruar. Dhe lejo që shpresa e vërtet të vijë tek ata, pavarësisht se disa duan që ta burgosin shpresën në këtë vend, por ti je i gjallë dhe i vërtet, sepse i ke mundur vdekjen dhe sot je i ulur në fron, në të djathtë thatit. Prandaj ne vim përpara fronit të shenjtë dhe lutemi që ky mesazh të flasë në zemrat e njerëzve të cilët vuajnë dënimin në burgje. Ne lutemi gjithashtu edhe për familjarët e tyre që presin me ankth, o Zot, dhe lutemi për parlamentin që sa më shpejt të marrë vendimin, o Zot. Të gjitha këto unë t'i kërkoj në emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Dhe lutemi që Radio 7, një zë në shkretëtir, ti ta bekosh që valët e ti të kapin çdo cep të Shqipërisë dhe çdo cep të botës, o Zot. Sipas premtimit që shkonim dhe bëni dishepuj dhe unë do të jem me ju deri në fund të botës, dhe ti je këtu, o Zot. Shëro zemrat sot nëpërmjet këtij mesazhi, o Zot. Hiq çdo gjë njerëzore, dhe ajo që të ngelet është mesazhi i Jezusit që është pranë të dënuarve, por dhe pranë familjarëve. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Amen, miq i dashur. Sot pra po flasim për pritjen. Një pritje që nuk është teorike, por është reale. E përjetojmë, vëllezër dhe motra. Të gjithë e përjetojmë. Një pritje që ka emra, fytyra, familje, lot. Ka njerëz që sot e dëgjojnë radio nga një qeli. Ka prindër, bashkëshort, bashkëshorte, fëmijë që e dëgjojnë këtë emision me telefon në dorë, duke pritur një lajm nga parlamenti, një vendim, një firmë. Ka familjar që e dëgjojnë nga shtëpia, me një zemër të rëndë dhe një mendje plot me pyetje. Këta burra dhe gra, fëmijë që çdo muaj përgatisin një çantë me ushqime ose disa çanta me ushqime dhe marrin rrugën e gjatë, presin në radhë jashtë dyrave të burgjeve dhe për disa minuta shohin vëllain, motrën, babain, nënën, djalin, vajzën, nipin, shokun dhe pastaj ndajnë prapë. Kjo pritje lodh, kjo pritje disa herë e gërryen shpresën. Sidomos tani me ligjin e amnistisë, i cili ende nuk ka kaluar dhe gjithçka është një ndoshta mos jam unë,
mos është emri im në listë. Kjo është rrugë e familjarëve dhe e të dënuarve. Një rrugë që mbartë pritje, emocione, përqafime, ngushëllim. Por më e madhja nga këto është pritja dhe stresi. Pse? Sepse lajmi nuk vjen. Akoma nuk ka një datë, akoma nuk është marrë një vendim, dhe kjo pritje lodh. Kjo pritje shumë herë e shtridh shpirtin, siç na thot psalmisti në psalme, dhe shumë herë na vën në ankth. Por unë dua sot të them diçka të thjeshtë dhe të vërtetë. Bibla e njeh këtë pritje, e njeh hallin tënd, e njeh problemin tënd, mik i dashur. Pritja nuk do thotë që Zoti të ka haruar. Dhe mbaje mend këtë gjatë gjithë mesazhit, që shpresa nuk është e dënuar me burgim të përjetshëm. Ky është dhe titulli i mesazhit. Shpresa nuk është e dënuar me burgim të përjetshëm. Dua të pyes sot. A e ndjen veten të lodhur nga pritja? A mos mendon se ka mbaruar shpresa? Këtë mesazh që po e dëgjon, mos kujto se e dëgjon rastësisht. Te Psalmi 130, psalmisti thotë: unë pres Zotin dhe shpresa ime është në fjalën e tij, te Psalmi 130. E akoma dhe kur ligjet njerëzore heshtin, shpresa e fjalës së Perëndis flet. Akoma dhe kur ligjet e njerëzve mund të vonojnë, qielli nuk hesht. Perëndia, mik i dashur, vëlla motër që vuan dënimin në qeli. Perëndia e dëgjon britmën tënde nga qelia. Ti nën, ti bashorte, ti prind, ti fëmijë. Perëndia e shikon dhe lotin tënd që bie në jastëk në shtëpi. Ai është Zot akoma dhe mbi vonesat dhe pritjes për ligjin e amnistisë. Fjala e Perëndis na thotë që ai nuk na ka haruar. Isaia te kapitulli 49 vargu 15 thotë: edhe sikur një nën të haronte fëmijën e saj, unë nuk do të haroj. Në këtë pritje, kujtoj që Zoti nuk është larg. Ai është afër teje, sepse shpresa nuk është e dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe ky është realiteti që përjetojmë. Ne jetojmë në një vend që ka përjetuar vazhdimisht dhe përjeton një realitet të vështirë. Para viteve 90 u bën shumë përpjekje për të burgosur shpresën, duke hequr Perëndin nga institucionet, duke shkatëruar kishet, duke burgosur dhe persekutuar besimtarët. Ata përpiqen të ndalojnë besimin, Biblën, kishën, shpresën. Por sot, Satana i përdor me një metodë të re, me projekte të sostifikuara nëpërmjet ligjesh të drejtave për të dënuar shpresën. Shpresa pra. Dhe ndërsa pret për ligjin e amnistisë, dua të them që amnistia njerëzore mund të vonojë ose mund të ndryshojë statusin, por amnistia hyjnore nuk mund të ndalet, sepse ndoshta heshtin për ligjin tani të amnistisë, por qielli nuk hesht. Akoma dhe ata që u munduan dhe menduan se mund ta burgosin shpresën, drita e kishës dhe Bibla nuk ndalen. Dhe Pali thot, fjala e Perëndis nuk burgoset. Pse? Sepse fjala e Perëndis është një person, është biri i Perëndis, Jezu Krishti, që erdhi në fillim ishte fjala dhe fjala u bë mish dhe erdhi banoi ndër ne. Prandaj po të them që shpresa nuk burgoset, ajo gjendet tek Krishti dhe tek zemrat që i hapen atij. Apo e ndjen se shpresa jote po burgoset nga ankthi i pritjes? Apo e ndjen se lodhja të mban larg nga Zoti? Sot flitet për listën e amnistisë, rreth 380 emra që presin amnisti, emra të shkruar në letra, në dosje dhe dokumente. Dhe zemra pyet: a do jem unë? A do jetë ai? A do jetë ajo? Bibla nuk na shmang këtë realitet, përkundrazi, Bibla na flet edhe sot, sepse Bibla flet për shumë njerëz të burgosur dhe familje që prisnin vendime. Ja disa shembuj. Jozefi u hodh në burg padrejtësisht, ai priti me orë, me ditë, me muaj, me vite, pa ditur sa do të zgjaste. Por shikoni Çelsin, ai besonte tek Zoti, por Zoti ishte me Jozefin dhe tregoi hir tek Zanafilla 39:21. Pra,
Mos më thuaj që Perëndia nuk e kupton problemin tim. Bibla e njeh burgun, e njeh pritjen, e njeh dhe ankthin. Dhe Bibla nuk flet sot nga koltuqet, ajo flet nga qelit, nga prangat, nga errësira. Profeti Jeremia gjithashtu, nga që tha të vërtetën e fjalës së Zotit, e hodhën në burg, dhe fjala e Zotit na thotë që ai Perëndia ishte bashkë me të. Pietri ishte i mbyllur, gjithashtu sepse dëshmonte për Krishtin, dhe ai priste vendimin, ndërsa njerëzit, familjarët e tij dhe njerëzit e kishës besimtarët luteshin për të. Te Vepra 12, vargu 5 pra. Apostull Pali, me pranga në duar, shkruante letra shprese nga burgu, imagjinoni, nga burgu inkurajonte besimtarët në Filipi, në Efes. Jo si një i humbur, nuk shkruante si një i humbur, por si një njeri që e di që Zoti është më i madh se prangat e tua. Prandaj po të them miku im që Bibla na mëson një gjë të thjeshtë. Pritja nuk do të thot braktisje, sepse fjala e Perëndis nuk është e lidhur, na thot tek 2 Timoteu 9. Sot shumë familje nuk kanë fuqi të ndryshojnë ligjin, por ju familjar të dënuarve, keni diçka që nuk e ndalon asnjë derë e burgjeve. Cila është ajo gjë? Lutja. Lutja, të lutesh për burin tënd, për gruan tënde, për fëmijët e tu prind, për nipi, për mbesën, për vllajin, për motrën, të lutesh. Prandaj, unë dua sot, nëpërmjet këtyre pyetjeve, të nxjis që të fillosh të lutesh. A ke ndaluar gjithë së luturi nga lodhja? Po familja jote, a ka ende shpresë apo ka vetëm frikë? Përveç Jozefit, Jeremias, Apostull Palit dhe Pietrit, është dhe një person tjetër, i cili e vuajti burgun. Ai është Jezusi. Prandaj po të them që Jezusi të kupton. Jezusi nuk flet në kish për prangat. Ai vetë u arrestua, u lidh, u gjykua padrejtisht, u braktisu la vetën. Disa nga dishepujt e tij e tradhtuan. Një e mohoi, por kush ishte pranë tij? Nëna e tij, Maria, qëndroi deri në fund, deri në vdekjen e tij. Ndërsa dishepujt u shpërndan, dashuria e tij nuk u shpërnda. Dhe sot ky Jezus po të flet ty, sepse ai thot, fryma e Zotit është mbi mua. Ai më ka dërguar që të shpall lirin tek të burgosurit. Tek Luka kapitulli 4 vargu 18. Krishti që u burgos të fton sot që të çosh tek ai ankthin e pritjes. Sill fajin në këmbë të Jezusit, sill mëkatin tënd, sill lodhjen e zemrës, sepse ai thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur, të gjithë ju që jeni të rënduar, dhe unë do t'ju shlodh, sepse bara ime është e lehtë dhe ju do të keni paqe në zemrat tuaja." A e ke quar ndonjëherë ankthin tënd Jezusit, mik i dashur? Apo do të mbash ti vetën ankthin tënd? Ndoshta do të lirohesh pas amnistisë, por ti mund të jesh i burgosur akoma brenda në zemrën tënde, nëse nuk e pranuar Jezusin. Sepse ka njerëz që dalin nga burgu por mbeten të burgosur brenda. Dhe ka njerëz që janë brenda në qelit e burgut dhe mund të gjejnë lirinë në Krishtin Jezus në zemrat e tyre. Dhe Krishti na ofron një liri që nuk varet nga vendimi i parlamentit, nuk varet nga firma e ministrit, nuk varet nga ligji, sepse fjala e Perëndis na thot: "Nëse biri ju bën të lirë, do të jeni vërtet të lirë." Dhe kjo është liria nga mëkati, nga e kaluara, nga faji që të mban zgjuar natën. Dhe kjo liri në Krishtin është më e thellë se muret dhe hekurat. Ai erdhi të të çlirojë nga mëkati, nga fajësia, nga e kaluara që të mban të lidhur. Dhe ai erdhi jo vetëm të çlirojë të burgosurit, por edhe ti që je familjar, që mban barën, turpin, dhimbjen, lodhjen tënde në zemër. Sot pra flitet për një listë amnistie, emra, numra, 380 emra, por Bibla
flet për një listë tjetër, tek libri i jetës. Dhe u hapën librat dhe u hap një libër tjetër që quhet libri i jetës. Dhe kush nuk u gjend emri i tij aty, u hodh në ferr. 2 lista, lista e amnistisë dhe lista e librit të jetës. 2 lista, një në tokë, amnistia, dhe një në qiell, libri i jetës. Ndoshta në këtë listë në tokë do kenë ndërhyrje tek njerëzit me ndikim, por në listën e qiellit nuk hihet me ndikim. Që emri tënd të shkruhet në atë listë, hyhet me pendes dhe besim. Dhe në këtë libër, librin e jetës, nuk janë vetëm emra njerëzish, thjesht se vojtën dënimin, por janë emra njerëzish që kanë marrë një amnisti hyjnore, një falje të plot dhe një fillim të ri me Jezusin. Akoma dhe të dënuarit, kujto kur Krishti ishte i kryqëzuar bashkë me 2 të tjerë, që ishin dhe ata të burgosur. Ai u pendua dhe i tha, më kujto kur të shkosh në mbretërinë tënde, dhe Jezusi premtoi, sot ti do të jesh me mua në parajs. 2 amnisti pra, një e përkohshme, një e përjetshme. Prandaj po them miku im, Zoti nuk sheh vetëm dënimin tënd, ai sheh zemrën tënde, akoma dhe nëse emri yt nuk del në listën e ligjit të amnistisë. Unë dua të nxis sot që të marrësh vendimin që emri yt të shkruhet sot në qiell në librin e jetës. Prandaj po them, po sikur do doje sikur liria të filloj sot në zemrën tënde? Po sikur Zoti po e përdor këtë pritje për të ndryshuar nga brenda? Amnistia njerëzore ndryshon statusin tënd. Amnistia e Perëndis ndryshon zemrën tënde. Prandaj dhe fjala e Zotit thot, nëse rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë të na fal nga çdo mëkat. Ai njeh Jezusin. A është emri yt i shkruar në librin e jetës? A ke marrë faljen që të jep Krishti? Amnistia e shtetit mund të hapi një derë burgu, por amnistia e Perëndis, miq i dashur, do t'i japi një jetë të re në Krishtin Jezus. Edhe ligji, nëse vonon, Perëndia nuk vonon, nëse ti merr vendimin për ta pranuar, sepse ai punon tani ndërsa dëgjon këtë mesazh në zemrën tënde. Për ti që vuan dënimin, unë dua të them se nuk je vetëm një dosje. Zoti e di emrin tënd. Dhe për ty familjar që pret jashtë, lotët e tu nuk janë të padukshëm për Perëndin. Ti miku im pra. Ti që numëron ditët dhe netët, dëgjoj. Shpresa jote nëse beson se ka emrin Jezus nuk është e dënuar me burgim të përjetshëm. Vëlla motër që vuan dënimin, të lutem, të përgjirohem. Bëj paqe me Perëndin, pranoje Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Dhe jo si një kartë shprese për amnistin, por si një themel për jetën tënde. Dhe jeta me Jezusin nuk mbaron ditën e lirimit tënd, ajo fillon aty. Fillon në një zemër të ndryshuar aty brenda. Fillon me një familje që shërohet dhe fillon një rrugë të re. Çfarë do të bësh pra? Dhe nëse do dalësh, të lutem mos ec vetëm, bashkohu me një kish. Bashkohu me njerëz që të duan dhe luten që të mbështesin dhe që të ndihmojnë për të ndërtuar një jetë të ndeshme dhe të re. Liria e vërtet pra është të jetosh me Krishtin. Ti nën që pret djalin, ti bashorte që mban familjen vetën. Ju fëmijë që prisni babin ose mamin, ti motër që pret vëllan, ti vëlla që pret motrën, ti prind që pret birin tën, ti shok që pret shokun. Zoti na sheh të gjithëve. Zoti na kupton. Zoti nuk të ka haruar. As ata që presin brenda, as ata që presin jashtë. Sot ti mund të fillosh me një lutje pra, të thjesht, Zot kam nevojë për ti. Nëse biri ju bën të lirë, ju do të jeni me të vërtet të lirë. Pranoje Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Jo vetëm për sot, po për gjithë jetën. Jezusi sot nuk të pihet sa ke gabuar, por nëse do të çlirohesh. Ai nuk premton vetëm një derë që hapet, por një zemër që shërohet. Prandaj ti sot mund të marrësh faljen. Thirrje Jezusin atje ku je. Ai është më afër se sa mendon ti. Dhe liria me të mund të filloj sot në këto çaste. Ti pret ligjin, kurse Zoti të dërgon këtë mesazh
dhe po të thëret pendohu, kthehu, hape zemrën tënde, edhe sikur mëkatet tuaja të jenë të kuqe, thot Isaia te kapitulli 1, unë do t'i bëj të bardha. Nëse po e dëgjon këtë emision dhe ndjen se ke nevojë për një fillim të ri, ti mund të lutesh dhe të kërkosh Jezusin aty ku je. Nuk ka fjalë magjike kjo lutje, por unë dua një zemër të sinqertë, që të lutemi së bashku. Prandaj lutu bashkë me mua nëse do të pranosh Jezusin në jetën tënde si Zot dhe shpëtimtar. Ule kokën, mbylli syt në heshtje dhe përsërit bashkë me mua këto fjalë. Zot Jezus, unë vij tek ti kështu si jam, me mëkatet e mia, me fajet e mia, me lodhjen time. E pranoj që kam nevojë për falje. Unë besoj se ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia, dhe unë besoj se ti u ringjalle për të më dhënë një jetë të re. Unë sot të pranoj si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Të lutem më pastro zemrën, më çliro nga brenda dhe më mëso të jetoj ndryshe. Edhe nëse jam në pritje të ligjit të amnistisë, akoma edhe nëse vuaj dënimin, unë dua që ti të jesh me mua siç ishe me Jozefin, me Jeremian, me Pietrin, me Palin, me Jezusin. Të gjitha këto unë të kërkoj në emrin e Jezusit. Amen. Sot është dita pra. Sot është ora, mik i dashur. Nëse ke bën këtë lutje, qielli feston bashkë me ti. Dhe për kishën gjithashtu një mesazh është që të lutem për të burgosurit, sepse tek Hebrejnë kapitulli 13 vargu 3 fjalë e Zotit na thot kujtoni të burgosurit, sikur të ishit të lidhur bashkë me ta. Prandaj, ati që vuan dënimin, vëlla motër, kërko një Bibël, fillo të lexosh, lutu, merr pjesë në takimet që bëhen në burg. Është një mision SHKBSH, shërbes në burgje e krishterë. Bashkoju me atë grup. Ti që je familjar, shko në kishën e lagjes tënde. Mos u izolo, mos e mba barën vetën. Kisha nuk është një vend gjykimi, kisha është një vend shprese, sepse Perëndia është afër atyre që kanë një zemër të thyer. Mik i dashur, unë sot dua të falenderoj që e dëgjove këtë mesazh, dhe dua që këtë mesazh ta mbash në zemrën tënde. Tregoj dhe të tjerëve që kanë të afërm, të cilët vuajnë dënimin. Zoti është me ju dhe ju kupton. Zoti na çliron. Qëndro pra në këtë emision dhe ndiq programet tona dhe mos haro të bashkohesh me kishën e lagjes tënde. Unë ju uroj dhe lutem që dashuria e Krishtit ju mbaj dhe të shëroj zemrat tuaja. Zoti të jetë së bashku me ju dhe t'ju bekoj aty ku jeni. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë mirëdëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.